Një telefonate e pazakont me një shaka të hidhur në ditën e 1 prillit. Hajdeni se kam vrar maman. Kjo telefonat ka alarmuar policinë e Vlorës mbrëmjen e djeshme dhe ka ardhur pikërisht nga kjo zonë ku gjendem këtu, në një zonë e cila lidh Skelën me Lungomaren. Por telefonuesi, i cili ishte një djalë, më pas ka fikur telefonin dhe ka vendosur në alarm policinë, e cila ka rrethuar zonën, por të paktën deri më tani pa verifikuar këtë telefonat të reme, e cila duket se ishte një shaka e hidhur, por edhe rrezikshme me rastin e 1 prillit. Telefonata e pazakont alarmoi policinë e Vlorës mbrëmjen e kaluar, ndërsa ka ndodhur pikërisht në këtë zonë, ku ndiqni në ekran në hyrje të Lungomares. Hajde se kam vrar maman, ishte kjo telefonata që alarmoi uniformat blu. Menjëherë pas këtij njoftimi i forcat të shumta të policisë, përfshi edhe shqiponjat, si dhe strukturat operacionale, janë nisur drejt vendit të ngjarjes. Por megjithatë pas kontrolleve paraprake, nuk është konstatuar asnjë rast apo provë që të konfirmojë këtë krim të tillë. Sipas burimeve, personi që ka kryer telefonatën ka fikur telefonin menjëherë pas komunikimit, ndërkohë që po punohet për sqarimin e plotë të këtij rasti. Duket se kjo ishte një shaka mjaft e hidhur, apo thëndryshe, një gënjeshtër, me të cilën kur nuk duhet bërë shaka, por që vendosi kështu në lëvizje uniformat blu, të cilat janë duke punuar për të gjetur telefonuesin e rrem.